Doktor, ne kemi dhe një rubrik mit apo e vërtet, ku ju mund përgjigjeni shkurt, po nëse doni mund të sqaroni më gjerë. Takat e larta dëmtojnë shtyllën kurrizore? Nëse janë më tepër se 6 apo 7 cm, dëmtojnë shtyllën kurrizore, sepse prishin mënyrën fiziologjike se si është dëmtuar gjymtyra e poshtme. Themra është e bërë që të shkeli në tokë dhe jo të rrinë në një lartësi ku ty të ketë një shkurtesë të tendinit, të grup muskujve, në tillë mënyrë të pasohet me dhimbjet e pjesa mesit, sepse mund të shkaktojë një hiperlordozë lumbare, të cila pastaj përkthehet në dhimbje dhe mpirje, të cilat duhet trajtuar sipas rastit. Por patjetër që nëse janë mbi 5 apo 6 apo 7 cm dhe të veshura shpesh, patjetër që mund të dëmtojnë. Nëse vishen për një event dhe disa orë, mund të kenë lodhje dhe dhimbje momentale, por jo se kanë shkaktuar një dëm. Çantat e shkollës së fëmijëve shkaktojnë skolioz? Nuk ka asnjë studim real që çanta të shkaktojë skolioz. 80% e rasteve është idiopatike pa një shkak real. Çantat shkaktojnë asimetri trupore nëse mbahen në mënyrën jo korrekte të dur, shkaktojnë ngarkesë dhe lodhje apo tension muskular nëse kalojnë 10 apo 15% të peshës trupore të fëmijës, dhe nëse kjo gjëja nuk trajtohet në kohën e dur, mund të përkthehet pra një posturë e krijuar si pasojë një rëndese të gabuar, mund të shkaktojë një kifoz apo një skolioz, dhe kjo gjë nëse nuk trajtohet për një periudhë të gjatë, mund të jetë definitive, duke shkaktuar nga një posturë dhe një problem muskular, mund të trajtohet si një deformim skeletor, nëse kjo gjë nuk trajtohet në kohë. Pra, a shkaktojnë çantat skolioz? Jo, nuk shkaktojnë skolioz, shkaktojnë postura skoliotike, postura kifotike dhe tensione muskulare, por duhen trajtuar në kohë. E qartë. A është e vërtet që dhimbjen e shpinës, nëse i duron, kalon vetë? Unë thash pak më parë, trupi të jep sinjale dhe ti duhet dish të lexosh. Nëse kjo dhimbje e shpinës është permanente, ti po mësohesh me atë sinjal që po të jep trupi, por kjo nuk kalon. Ti thjesht je adoptuar. Dhe pastaj i qua normale, siç po më thoshe pak më parë, që ti qua normale ato problematikat që ne përmendëm. Kështu që dhimbja nuk kalon vetë. Por trupi ka veti regjeneruese, të cilat disa dhimbje dhe mund t'i kaloj vetë, por nuk kanë qenë të një natyre domethënëse. Nëse dhimbja është e padurueshme, nuk mund të zësh krevatin për një javë apo 2 javë, duke pritur që dhimbja të kalojë. Po nëse nuk ndjen dhimbje, a nuk ke nevojë për fizioterapi? Fizioterapia është përmirësimi i cilësisë jetesës. Dhe nëse ti dëshiron të ndihesh shumë herë më mirë, nëse ti dëshiron të parandalosh problematika të cilat ty mund të rrezikohet nga ambienti ku ti jeton dhe vepron, atëherë fizioterapia është një zgjidhje, ashtu siç është dhe aktiviteti fizik i kontrolluar. Fizioterapia është parandalimi problematikave dhe përmirësimi i cilësisë jetesës. Kështu që duhet bërë një anamnezë shumë e detajuar, edhe pse mos kesh dhimbje, duhet bërë një arsyetim mbi arsyen pse ne duhet ta trajtojmë nga ana fizioterapeutike dhe pastaj të kalojmë tek metodika që ne duhet ta trajtojmë. Kështu që unë mendoj që 1% shumë e madhe të gjithë kanë nevojë për fizioterapi, por gjithmonë arsye, qëllimi, arsye pse ti po e bën. Nuk mund të i themi dot një person i cili nuk ka asnjë lloj gjëje dhe hajde bëj 10, 15 apo 20 seanca. Mund të bëj një seancë në javë, një seancë në 3 javë, që trupi të ndihet shumë herë më mirë, të shkontraktojë ngarkesa apo tensionet muskulare dhe të ndihet të ketë një cilësi jetese shumë herë më të mirë. Por jo se duhet të themi që çdo kush ka nevojë për fizioterapi. Duhet të ketë një sens logjik të bërit të gjërave në shëndetësi. Okej, doktor, shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë këshillat dhe informacionet që ndat me Big Star. Kënaqësia ime për gjitha temat që ju zhvilloni, janë mesazhe shumë të bukura. Urime.